Një greve punëtorëve grek la tragedit e ankoruara në porte, bllokoi dhe ndalej trenat me sindikatat më të mëdha të Greqisë që kërkojnë paga më të larta për të përballur me kostot në rritje të jetesës. Greqia ka dalë nga një krizë borxhe e viteve 2009 deri në vitin 2018 që shënoi shkurtime të vazhdueshme të pagave dhe pensioneve në këmbim të asistencës financiare me vlerë rreth 290 miliardë euro. Këtë vit rritja ekonomike e parashikuar në 2.3% ka tejkaluar ekonomitë të tjera të eurozonës. Duke mbështetur në progresin e vendit, qeveria konservatore ka rritur pagën minimale mujore me një total prej 35% në 880 euro, por shumë familje ende vuajnë për të siguruar jetesën mes rritjes së kostove të ushqimit, energjisë dhe strehimit, thon sindikatat. Përfaqësuesi i sindikatës së dëtarëve Angelo Galampoulos i tha Reuters se edhe pas rritjes së fundit të pagave kishte një hendek që vazhdonte të zgjerohej për shkak të çmimeve të larta dhe inflacionit që ka ndikuar në energji dhe ilaçe. Privatizimet në shëndetësi dhe arsim gjithashtu rezultojnë në probleme më të mëdha për të ardhurat e ulta, shtoi ai. Greva një ditore bllokoi trenat në të gjithë vendin, ndërsa punonësit e autobusëve dhe metros në Athinë ndaluan punën në shenjë proteste. Për sa i përket fuqisë blerëse, paga minimale në Greqi ishte ndër më të ultat në Bashkimin Evropian në muajin janar, pas Portugalisë dhe Lituanisë, treguan të dhënat nga zyra e statistikave të Bashkimit Evropian Eurostat. Me 1342 euro në muaj, rroga mesatare është ende 10% më ulët se në vitin 2010, kur shpërtheu kriza financiare sipas të dhënave nga Ministeria Greke e Punës.